detyrimet që i kanë. Ka qenë njëri ndër policët. Unë kam nda biseda shumë se i përket profesionale, e sidomos për shkak se i njëti ka diplomu në juridik dhe ka qenë në studime postdiplomike. Kemi diskutuar rreth çështjeve, sidomos te kodit penal, kemi diskutuar çështje të lira dhe më kujtohet që ka performuar jashtëzakonisht mirë. Dhe gjithashtu ka qenë një djalë që ka dhënë kontribut edhe në angazhime të tjera kolegë në stacionin e policisë Kaçanikut. Kaçaniku është një stacion i vogël, dihet kompetencat e stacionit edhe për trajtimin e veprave, qoftë për vjedhje apo rrezikimi, cenimi i sigurisë publike, dhe e di që as edhe njëherë të vetëm, kjo është me interes ta përmend edhe njëherë. Asnjë ankesë, shumë ankesa ndaj policëve kanë qytetarët, sidomos për tiketat. Ndaj Muhamedit s'kam dëgjuar edhe njëherë vetëm të më thotë dikush se ankuar për to. Që tregon për një person të qetë, i matur. A ki informacione pse ky për 20 vjet veç gradën rreshtere policinë e Kosovës? Kjo është një problem serioz. Ne e dimi që meritokracia në Kosovë është një problem serioz. Ne kemi policë cilët janë bërë rreshtere të gjerë kapitan mbi baza jo profesionale. Këta janë shqetësime që kemi ndarë disa herë. Shumë pjesëtar policë Kosovës po largohen nga policia dhe po ikin jashtë Kosovës pikërisht për shkak meritokracisë. Ky problem është shqetësues dhe e kemi ngrit disa herë. Të them të drejtën, parë nga profili i tij dhe performanca që ka pas, ky ndoshta duhet të ishte edhe më major. Duhet të ishte pra në grada tjera. Gaz, për ta përmbyllur këtë çështje, sepse për pak do të shkojmë në Hagë dhe do të kemi një lidhje direkte me kolegen time Arta Mustafa, e cila po përcjell zhvillimet atje, por ta përmbyllim këtë me gazin, a ka një tendencë ose një fenomen sistematik të goditjes së policëve në Kosovë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, apo është rast i izoluar në këtë? Kushtim kisha me thonë që ka tendencë të goditjes ndaj policëve, po ka tendencë të kryerjeve të akteve më të rënda të atentateve. Qysh unë i quaj, ndoshta nuk janë terma e duhur, po vrasjeve me paramendim, vrasjeve që nuk rrjedhin prej konflikteve të çastit, po kena edhe tendencë të kryerjes vrasjeve mafioze në Kosovë. Nuk e ka bëu hala 2 vjet kur